Në botën e sotme, ku ekonomia nuk matet vetëm me fabrika dhe hektar toke, por me ide, krijime dhe teknologji, prona intelektuale është bërë një nga shtyllat e zhvillimit. Është pasuri e padukshme që krijon vlera reale, shpike, dizajnet, programet kompjuterike, librat, muzika, marka tregtare dhe çdo formë tjetër e krijimtarisë njerëzore që lind nga mendja. Pronësia intelektuale është në thelb mënyra me të cilën një shoqëri mbron dhe nxit inteligjencën e vet. Në raportin ndërkombëtar për të drejtat e pronësisë International Property Rights Index 2025, Shqipëria renditet në vendin e 71 nga 126 shtete, me një vlerësim total prej 4.7 pikësh nga 10. Brenda këtij treguesi, përbërësi të drejtave të pronësisë intelektuale merr 5.1 pikë, ndërkohë që mesatarja e vendeve të Europës perëndimore është 7.3. Diferenca është e thellë dhe domethënëse. Ajo tregon jo vetëm mungesën e besimit në sistemin juridik, por edhe boshllëqe që pengon zhvillimin e një ekonomie të bazuar në ide dhe inovacion. Në thelbe drejta e pronësisë intelektuale mbrohet përmes 3 mekanizmave: e drejta autorit për krijimet artistike letrare, patenta për shpike teknike dhe marka tregtare për identitetin e produkteve dhe shërbimeve. Këto mënyra kanë të njëjtin qëllim, të mbrojnë punën origjinale nga kopjimi, keqpërdorimi dhe vjedhja. Sipas raportit, Shqipëria për komponentin mjedisi ligjor dhe politik vlerësohet me 4.4 pikë, për të drejtat e pronës fizike vlerësohet me 4.7 pikë dhe për të drejtat e pronësisë intelektuale vlerësohet me 5.1 pikë. Këto treguese vendosin Shqipërinë mesataren globale prej 5.13 pikësh, duke reflektuar mbrojtje të kufizuar të pronës dhe institucioneve ligjore me efikasitet të ulët. Vlerësimi i përgjithshëm mbetet thuajse i pandryshuar krahasuar me vitin 2024, çka tregon mungesë progresi në forcimin e të drejtave pronësore. Shqipëria përfshihet në grupin e vendeve me mbrojtje të dobët deri mesatare të pronës sipas klasifikimit të raportit. Në rajonin ton, performanca e Shqipërisë është më ulët se ajo disa vendeve fqinje. Greqia ka një rezultat prej 5.9 pikësh, Italia prej 7 pikësh, Kroacia me 6.3, Malizi me 5, Maqedonia e Veriut 5, ndërsa Serbia 4.9.